kombinuar peshkun me djath, mos e konsumo peshkun shoqëruar me djath, sepse elmohesh. Tani në ditët e sotme shumica e konsumojnë peshkun dhe djath, po pse ka ekzistuar prej vitesh ky besim popullor? Shiko, nuk është se ka një ndalesë për arsye sepse mund të na sjellë një problem. Në aspektin edhe në tabelën e krijimit të tyre, ato janë larg. Ushqimet që kanë një largësi shumë të lartë me njëra tjetrën, pra aspekti po themi i proteinës shtazore, me proteinën, pra atë që është në të detit, ka një largëmishmëri. Por tradita dhe trashëgimi kulturore në vende të tjera ne kemi që e kanë përdorur. Tani, problemi është që shija fillon dhe humbet, sepse djathi, për shembull, që thoni unë, ka një shije të fortë bizotruese. Dhe nëse ne kemi pjatën kryesore, peshkun, ne e lëmë të kaloj pas. Trupi duke marrë sinjalizime dhe përthithje të këtyre elementeve mendor që ne kemi kuptuar në shijim, do kuptoj që djathi është prioritet dhe përzierja e tyre që ndodh në trup, pra në stomak ndodh gjithë përpunimi kryesor, do bëj që ky përpunim dhe bashkimi i këtyre dy elementeve mundet të sjellë në çaste të caktuara ndonjëherë dhe reaksione. Ndonjëherë, nëse peshku nuk është i freskës ose djathi ka një problem në aspektin bakterial, mund të kemi probabilitet të një helmimi edhe më të lartë. Megjithatë kjo nuk është absolute, sepse në shumë vende edhe shumë gjëra, pra në aspektin shkencor kjo apo edhe në aspektin nuk është e vërtetuar. Nuk është e vërtetuar që ne mund ta ndalojmë. Por e mira është që mos konsumohet. Pra kjo është thelbi i asaj që mos konsumimit.